Është shumë e vërtet, unë jam me fat që edhe koncertin që kam pas në shkurt do ta bëj në të gjitha qytetet, Kosovë dhe Shqipëri, kështu që është një lloj rikthimi imi, pa jap shumë siklet prap. Kështu që po mundohem që të krijoj edhe një herë të rikonektohem me njerëzit, me publikun, edhe po shpresoj që po shpresoj edhe po besoj që edhe publiku ka me pranu këtë pjesë. Si e gjete muzikën? Tash ta hapim zemrën pak. Dëgjoj, unë respektoj shumë punën e gjithkujt. E di që kam punu pa fund këngëtarët, edhe nuk janë nol. Edhe di që investimi është shumë i madh, pavarësisht se mund të duket sikur ke dalë edhe veç ke këndu, po investimi është shumë i madh, edhe shpirtëror edhe financiar. Unë nuk kam qenë adhuruese e këngëve që të lancuara çdo 2 javë. Për një arsye të vetme të cilën e vërtetova edhe në koncertin tim recital, që mas një kohe kur do të realizoj një koncert të ëndën, ke qef mi pas të paktën minimumi një 10 këngë tua, të cilat i din publiku përmensh edhe i këndon pavarësisht gjeneratës, pavarësisht kohës. Kështu që vetëm kjo është një diçka që unë nuk e bëj asnjëherë dhe nuk dija kisha ditë me e realizu, sepse unë kom qef që çdo këngë që realizoj me dhoni 100% edhe me majt publikun mend. E di që tash është ajo trend, nuk po i gjykoj kërkon se është trend, por që kjo është çaja gjeta. Albëria si albërie, duket se vitet janë dalur për të. Shikoni sa në formë duket, asaj nuk i mungon energjia edhe për të dhënë një prononcim për kamerën në zonë. Shështë e mundur me do kaq ëlla dhe mos me ndryshu që sa vjetë kom pa hy. O, zot, faleminderit. Ja, kjo është, a di, nga njerë thënë feminizëm, po ja një fjalë e mirë ta bon qefin. Edhe faleminderit. Në fakt, unë qefin s'po ta bëj, është realitet në sytë e mi. Unë dua t'i përshëndes të gjithë adhurusit e Zoom. Unë ju kam ndjek her pas here dhe ju falenderoj për përkrahjen e suportin gjatë gjithë kohës. Çka po prat prej këtij koncerti sonte? Pse vendose pikërisht tani me shënu një rikthim në muzikën live dhe pse nuk të ka mungu disa performanca? T'jem e sinqert, ka mungu. Në Prishtinë sidomos, duke qenë se jetoj larg, edhe detyrimisht je pak shkputesh nga një realitet. Po me shpirt, jo asnjëherë, si çdo artist më mendja ashtu e jetojnë ata, emocionin edhe me shpirt e zemër jam këtu për ditë, se kam lënë Kosovën kurrë, po jeta, fëmijët më kanë largu një farforme. Ardhja ime në këtë koncert madhështor, mund të them, është iniciator është Jehona Sopi, që e kam mikisht vjetër. Edhe po flisnim, ta ti duhet vish, tash po më prit, pse si shtyni pa koncertin kur tjetë sezonit pak të në korrik gusht. Ta po shqirimi Prishtinës moj Albëri, tash koncerti madh. Edhe tash do vije ona, se më ka marrë malli. Sonte ka artista shumë me emër shumë të madhe të respektueshëm. Është privilegj me qenë skenë, edhe emocion i shumë fisht është sepse sonte e këndoj një ndër këngët e mia më të mira në historitë të Shqipërisë, sepse kështu është thënë. Mirësia dhe vërteta ka hyrë në historitë të Shqipërisë si kënga më e mirë 100 vite, edhe unë do ta këndoj sonte sepse ajo këngë personifikon Albërinë, personifikon popullin e Kosovës. 98-a lufta në Kosovë, gjendje jashtëzakonshme 97-a në Shqipëri, pra për gjithë kombin. Si është për ty ndoshta me i këndu na këngët e juja, një zëre, ndoshta cila kish me qenë ajo matës i suksesit për ju? Po kur kënga jeton gjatë, ajo është suksesi më i madh. Edhe unë këtë e kam pas fat,